Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet, përshëndetje dhe duat tona, lutjet tona, janë për zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu Teala, zotëriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastër të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër, falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për udhëzimin që na e ka dhënë, për lidhjet që na I ka mundsu që sa herë të kem nevojë për diçka, qoftë për të mirat e kësaj bote, qoftë për të mirat e asaj bote, qoftë për të kërkuar falje për mangësit dhe lëshimet dhe mëkatet të cilat I veprojmë karshi Allahu Teala, falenderojmë Zotin ton bujar, I cili na e ka mundsu që t'i lutemi, t'i drejtohemi atij dhe Allahu t'na përgjigjet dhe t'na jepe gjën të cilën e kërkojmë. Dhe kjo është dhunti e madhe të nderuar vëllezër, që krijuesi ynë dhe I gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala, me na e dhënë mundësinë me u drejtu atij. Jo vetëm që na e ka dhënë këtë mundësi, po ka kërku prej neve, kërkoni o robët e mi prej meje. Sa të privilegjum do të ndiheshim nëse dikush prej qeveritarëve, prej prjetarëve apo punëdhënësve tanë do t'i thoshte punëtorit apo ty apo qytetarit tjetër, do t'i thoshte për çka do që ke nevojë drejtohu mu, unë e ty do t'i kryj këto punë. Sa të nderuam do të ndiheshim, po të na kishte thonë dikush këtë laf. Dhe Allahu Teala kështu I është drejtu njerëzve. Edhe në surat Ghafir, edhe në surat Al-Baqara, thot Allahu Teala: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi, la'allahum yarshudun." Kur të pyesin ty robët e mi për mua ku jam, tregoju atyne se unë jam afër. Unë jam afër tyne. Le të kërkojmë prej meje, unë do t'ju përgjigjem. Ud'uni astajib lakum. Bani dua, lutuni tek unë e juve ju përgjigjem, thot Allahu Teala. Për çdo nevojë, çdo kërkesë, çdo breng, mërzi, problem, çdo ankesë, ja drejtojmë vetëm Allahut dhe vetëm madhnisë Tij. Dhe do ta shohim se është Allahu Teala ai I cili do të na e kryejë nevojën dhe kërkesën tonë apo ankesën tonë. Janë ajete të shumta që Allahu nxit robët e Tij që të kërkojnë prej Zotit tyne. Janë hadithe të shumta po ashtu që flasin në lidhje me këtë tematik, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot se ibadeti, adhurimi më I mirë është duaja. Njerëzit vllazën idhnohen me bë me kërku diç prej tyne. Ke pa njerëz të hidhrohen. Nëse dikush vjen një herë të kërkon diçka, pastaj vjen edhe një herë të kërkon diçka, pastaj edhe një herë të kërkon, dikur njëri mërzitet edhe thot, po mirë ti njëri, as ki tjetër dyqan veç dyqan tem me ata. As për din ti tjetër kënd veç të una, për çdo ditë jetor të una. Kjo është natyra e robit. Kjo është natyrë njerëzore. Që mërzitemi, ndoshta edhe në të mirë mërzitemi. Për ditë me dhënë me hongër qyfte, mërzitet njëri. Për ditë mish me me dhënë, mërzitet. Për ditë të mërsin me dhënë, mërzitet. Natyra njerëzore është. Dhe sa Allahu subhanahu wa ta'ala përkundrazi I dhrohet me robin e Tij nëse ai nuk e drejton lutjen drejt madhnisë Tij. Allahu kërkon prej nesh që ne t'i drejtohemi në kërkesat tona. Dhe pejgamberi alayhis salam na tregon se vetë duaja është ibadet. E ibadet çka do të thonë? Adhurimi Allahut, e adhurimi shpërblet. Sa herë që I ngret durt dhe I drejtohesh Zotit tënd, ta din se jeto e bë ibadet Allahun subhanahu wa taala. Sa herë që të bën dua, o Allah, o Zotim, kërkoj prej Teje falje të mëkateve,
shto ma riskun, shto ma begatin, largo ma këtë smujen, ndihmoj nanës, babas, ndihmoj e vladit tim, vllaut, motrës, ndihmoj filanit në pagesën e borgjeve. Në këtë apo natë formë, sa e që i drejtohesh Zotit tënë, për nevojët e tua, për nevojët e vlezërë dhe motrave dhe familjarëve tua, për tjetër kuj, Allahu Teala ka me ta shpërbly, insha Allah, pse e drejtu ti ati. Dhe ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam, një përgëzim tjetër, Allahu tërprohet me këthy kotë së koti dhe me këthy pa përgjigje robin që i ka ngrit durt e tia, i ka bashkun dua dhe thot ja Rab, o Zotim, o Zotim. Prevetivet Allahu Teala është që ka turp ndaj kërkesave të robërve të vetë, se vetë i ka kërku dhe ju ka thonë ud'uni, kërkoni për meje, astajib lakum, unë e juve ju përgjigjem, tha Allahu Teala në ajet Kuranit. Mirë po nëjherë njeri u thot po e lypi, po e kërkoj, po Allahu nuk ma dha. Moti jem të e lyp qëtë pun, moti jem të e lyp qatë pun, jem të e lyp riskun, jem të e lyp këtë apo atë të mirë, por ende nuk më shpërgjigj Zoti im. Dëgjoni çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë çështje, nëse ti i lutesh Allahut, si të kthehet përgjigja prej Allahut Teala. Nëse i lutesh Allahut, dëgjoni se si Allahut përgjigjet. Thot pejgamberi alayhi salam, s'ka musliman që e lut Allahun me një lutje në cilën s'ka mëkat apo ndërprerje të lidhjeve farifisnore e që mos t'ja jep Allahun njërën prej këtyne 3 gjana. Më thonë, nëse është lutje në cilën s'ka gjëna, do të flasë më vonë. Çka nën kupton kjo çështje? Apo shkputje të lidhjeve familjare, farefisnore. Atëherë Allah, kur të lutesh, t'i jep një prej 3 sendeve. Në një, ta shpejton lutjen tënde. I ke lyp që aty për që aty Allahu Teala, ta jep. Me një herë. Mirë po, edhe lutësi ka kusht të vllazën. E se cili nuk e ka duan kabul, që thot populli apo duan e pranuar. Lutësi do të jetë i sinqert me Zotin e vet, do të jetë besimtar. Duhet në jetën gjatë lutjes ta ketë për një me. Jo, atë bëj do, hajtë, me bëj gare me lutje. Por të jetë i vendosën kërkesën çfarë e kërkon, dhe po ashtu pasuria e ushqimit dhe e veshmbathjes tij të jetë halal. Pasuria me cilën ushqehet, veshmbath veten e vet të jetë halal, se ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, një rob i cili është ushqy me haram, është veshmbath me haram, fa anna yustajabu lah, thot pejgamberi alayhi salam, si mi u përgjigj Allahu lutjes së tij. Çdo copë mishit që të shtohet në trupin tënd përpara haram, për fitimit haram, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ajo copë mishit do të digjet në ditë kiametit. Secili prej neve le të mendoje mënyrat e furnizimit të vetës dhe familjarëve të vet. Prandaj gratë e selefus salih, gjeneratëve të para të muslimanëve, kur shkonte burri me kërku punë dhe riskun, i thonin, ke frikë Allahun. Ne mund të durojmë urin, por neve nuk mund të durojmë zjarmin e xhenemit. Andaj ke kujdes se si po na furnizon dhe me çfarë risku po na ushqen. Sot është e kundërta. Po s'motan i shekon be burbe, po kretë shokët e tu bonën kerra, bonën shpia, pozita, ushtin, hinën partije, ani pse se ka dashta i partin, ani pse se ka dashta i ka sha me none me teze këto, për kur i ka ardhë interesi për të në parti, për të në pozit, tërë tenderat edhe fito dhe hajnisat dush. Edhe ta shgruja, nëse me e këshyr me i bret këtë mesele, shkone nga cmon burrin dhe e provokon edhe i thot, a përshë shokët e tu ku shkun. Ti, fol ti, qka fitove ti që për fol? Ja, unë jam i drejt, shumë në ke knaq. Qëre shokët e tu që kemë të bërë? Mëre këtë laf të thot edhe baba, këtë laf të thot edhe nana e sodit. Kur gjasë unë bane?
Edhe ti thuj aty në e kanë bo me hajni, e kanë bo me haram, e kanë bo atë pasunime të keqe, se kanë fitu me halal, që me halal, po kush po këshirë më revlat, po kush hëtë më regrahaj sa të mësh, se të është kulturë të ne, e edukimit, në materializëm e eduku njërin me arrit shpejt pasunin, pa i zgjedh metodat e asaj, të fitimit asaj pasurie. E pasera në kohëmi, Zoti nuk po i përgjigjet duave tonë. Nëse i ke plotsu kushtet, je besimtari sinqert, dhe je i vendosur për një me lyp për Allahu Teala, nuk e ki hajt, veç pe kry, qëtë adetosën të bëj qëtë lutje, dhe e ke riskun halal, Allahu Teala ty të përgjigjet në një prej 3 mënyrave, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cilat janë ato, ja shpejton me një herë përgjigjet në lutjen e tij. Çfarë do që ka kërku, Allahi i përgjigjet robët të vet. Kjo zakonisht ndodh tek robërit të cilët janë në zor dhe kërkojnë që Zoti m'ia uqel rrugt në atë ngushtic, sikur që shembulli aty në 3 vetëve kem pas folë edhe më herët, të cilët kanë qenë në shpellë, u a kanë mbyll guri, u a kanë mbyll daljen prej shpellës, secili boni dua te Allahu dhe të 3-ve Allahu a qeli mundësin për me dalë për e ati vendit. Do të ja shpejton përgjigje në kërkesën lutjen e tij, ose ja deponon atë në botën tjetër, apo ja largon nga e keqja e ngjashme sikur ajo për të cilën është lut. Për shembull, ke lyp risk, ke thonë o Zot, shtoma pasunin, dhe e she nuk po të shtohet pasunia. Dhe qëtash mundet njëri me menu, u luta, po s'pëm shtohet, kur gjo s'pëm shtohet. Një prej 3 formave të përgjigjes Allahu Teala është, mundet me ta largu fatkeqësinë për aq sa ke kërku prej Allahu Teala. Ne sot jemi të vrejt për shkak çfarë smuje të rënda ka. Po ndodh që njëri po detyrohet për operacione të ndryshme mi harxhu 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. Dje dëgjova për shembull një operacion, tregoj një operacion për me e bo nëse zgaboj ishte për mëlqin, po m'duket, dikur rreth 100.000 euro po duhet ai operacion. Qashti Allahi mund me ta kompenzu, ka fillu një smuje e tillë, ti e ke lutë Allahun me të shtur risk, dhe bova ki është dash me të prish qaj organ që të ka kushtu 100.000, dhe Allahu Teala ty ta kompenzon duke ta largu atë keqe që kjo është risku yt, po ti si i vetëdijshëm që Zoti ta kompenzoj duan tonë. A ke dëgju popullin që thot pas ka dhënë sadak që ky e Zoti e pas ka rujt për matë keqes. Sadakaja, ka thot pejgamberi sa mlemosha, e runë robin prej fatkeqësive. Dhe njëri thot s'tu shtu, po Allah i ka mund me dhënë bela, sikur në rreth që po i shohim njerëzit të cilët në deshe të ndryshme të komunikacionit apo me smuje të ndryshme sprovohen dhe ndoshta detyrohen për vete, familjarët e vet, gratë dhe fëmijët e vet me harxhu tër pasurinë, me shit shtëpinë, tokën e dyqanet, edhe përsëri mos me zgjidhje të shpëtimit dashurve të vet për shkak smujeve të ndryshme. E ti ndoshta Allahu Teala të është përgjigj me largimin e këtyne të këqijave pse ke kërkuar të mira prej Zotit tënd dhe ti nuk je i vetëdijshëm. Dhe forma e tretë e përgjigjes së Zotit tënd është që Allahu Teala ty ta lën për ditë të kiametit shpërblimin. Çka do të thotë kjo? Ke kërkuar për Allahu Teala një mirësi apo largimin e një smuje. Shiqani për shembull e gruaja se e cila ishte e smund me epilepsi, erdhi te pejgamberi alayhis salam dhe i tha: "Ja Rasulullah, lutë Allahun azza wa jall të më largoje mua këtë smuje." E Muhamedi alayhis salam i tha: "In shi't da'ut", nëse don bëj dua, lutë. "Wa in sabarti lakil janna", nëse bën sabër në këtë smuje, ty Allah i ka me ta kompenzu në ahiret me xhennet. Ajo gruaja çfarë u përgjigj? Asbir. Kome bo sabër, kome qenë durueshme. Kur e nishin sahabët xhenetin, s'kishte pengesë për ta. Kur e ninin se që kjo punë ka shpërblimin me xhennet, për hershme përfitohet, me sprovën e të përkohshmes, me një herë banin tregti me Zotin e tyne dhe pejgamberin Allahut azza
azza wa jall. Mirë po, i tha atëherë lutë Allahin që kur të bi spaku mos të mqilen avretet e mia, flokët e trupi e kamte, se kur po bi po mundën me muqel avretet, ende e kishte dert mos pi qilen avretet e saj. Nëse kemi dert sot, neve kret muqel, jo, po vetë shkojmë qilemi, shkojmë në përterzi dhe rroba qeps të ndryshëm dhe kërkojmë zbulimin e avreteve tona, apo burri shkon vetë edhe dejuzi ja blen gruz, miniqat, elankat dhe sendet e cilët ekspozojnë avretet e saj. Dhe kjo është turpruse. Kjo është turpruse për gjendjen e muslimanëve të sodit. Prandaj kjo grua çfarë i tha, asbir, po bëj sabër, Allah ka ma kompenzu në ahiret. Andaj Allah nëse nuk të përgjigjet Allah shpejt në duan tënde, ta din se Zoti është të trujt për ditë kiametit. Allahu ta ka shty shpërblimin. S'ta ka e ndoshta atë smuje, s'ta ka e atë sprov, se Allahu po dën me të shpërbly në ditë kiametit. Për shembull njerëz të përgojojnë, shaj, ti bën davet ata të shaj. Ata të thojnë na e prishi dinin, or na e kanë ndrru mezhebin, or na e prishi këto në kret folin. Ty Zoti xhaleshanu ka me të shpërbly me sevapët e ty në ditë kiametit. Musa a.s. thotë i kish pason Allah o Zot nalit fol me të njerëzve për mua, se po folin jehudit. I ka thënë Allahu Teala, o ja Musa, si kom nal njerëzit me fol kundër meje, si nali as kundër teje. Njerëz shpifin për Allahun që Zoti ka fëmijë, e kush jemi neve me kërku që njerëzit mos me shpif ose mos me na përgoju. Dhe kjo është mirësia që Zoti ja bën robit ti të dashur që të përgojohet dhe të shtohen sevapet më tepër në ditën e gjykimit. Prandaj, kur ti ngrit durt, dije se para vetit e ki krijuesin tënd dhe krijuesin e gjithësisë, dhe atë i cili ka kërku prej te me bë dua, dije se nuk të kthehet duaja bosh, lutja bosh, por do të kompenzohet me një prej 3 mënyrave, ose të përgjigjet Allah me një herë, ose Allahu Teala ta hek një të keqe, ose Allahu Teala ta lën për ahiret dhe thot robim ti në dynja pa të kërku prej meje kët, unë ty nuk ta dhash. Pse najherë Allah i sta jep najt mi që ti e kërkon, dhe ti mendon se o kanë e mirë për ty, thot Allahu Teala asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, ndodh që e doni një send ajo sharr për ju. Njëri tenton disa herë me dalë për jashtë, ato mendua se është hajër për ta, ka mundësi që Zoti ka zgjedh për dinin e tij, familjen e tij, më mirë që ky më nejt në shpejt. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, ndodh që urreni një send ajo është hajër për ju. Sa nirin e ke pa, kur s'ka pas para, o kanë musliman i mirë, ka në xhami, momentin e parë, që ka ardhur e parë, në mënyrë të shpejt, këto e ka mashtru dynjaja dhe e ke pa të shku mas femnave, mas kumorit, kazinove, të elon xhamin dhe sot njoft të tillë, sot as xhumon nuk falin, lema namazet e përditshëm. Andaj Allahu, a nuk thot ty në ditë kiametit, robi im, ti e ke kërku prej meje kët, por unë s'ta kom dhënë për shkak të kompenzimit të kësaj. E kam ditë që ka mundësi me të dëmtu. Prandaj edhe s'ta kom dhënë, s'ta kom shpejtu, por kompenzimin robi im e ki me xhennet. Dhe Allahu Teala të ngritë në shkallët e xhennetit. Andaj kur mos hum shpresat në lutje në duan tënd, dije se Zoti yt është shumë bujar, Zoti yt është kerim, Zoti yt është që jep shumë dorëdhënës. Dhe ai s'ka me të kthy ty. Por wa idha sa'alta fas'alillah, kur të kërkon lyp për Allah, veç Allahun ta kesh në shtet në kërkesat e tua. Por ka lutje të ndalume, vllazën. Jo çdo lutje është e lejume, jo çdo kërkesë është e lejume. Edhe baba, edhe dikush tjetër, kur të thot lyp prej meje, çka ki nevojë, ti s'mush me shku mi thon babas, baba bën një lutje, myte që të vllajën e vogël temin. A është lutje kjo? Dhe s'ta pranon. Ose te shefi me shku mi thon, a bën një lutje se më ke thon çka të kërkon t'ja, po, apo hek është ti prej drejtorit që unë po bom drejtor këtë ne. Tash njëri e kupton se për shka të ka thonë njëri, jo të qdash ti mi thonë i këti, se unë e po du mu konë vend ti, ose rrugën tonë dhe ma jep mund, gjdo muj, masim ke thonë, lutu, apo kërko për e me unë t'ja. Kështu është edhe me
Allah ka edep, ka rregulla të cilat janë përcaktuar se si dhe çka me kërku apo çka mos me kërku prej Allahut azza wa jall. Për shembull, zguxon në lutje me i bë shirk Allahu Taala. Zguxon me i thon Allahit mjep hatri filanit mjep. Me të vdekur. Po shkrytë babës Mustaf, babës Ali, babës Irfan, babës Ahmet, po qëtyrbe, ja Rabbi, po që kjo është ndalume, kjo Allah në arrujt qëtë në shirk. Po dhe nëse është për Muhammedin a.s. Dhe shpeshher me gjrisët tona ndëgjohën kësi lutje të ndalume për hyrmet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hatët pejgamberit tënd, na jep këtë punë. Kjo e ndalume. Ti me Zotin qysh për hatër të këti ama, dhe me unë s'kom hatër të ti, veç hajtë për hatër të këti edhe mu. Plus me të vdekur. Me qeni gjallë, me Muhammedin a.s. kanë bote vesul njezit, kanë thonë, bën dua për mu. Ja Rasulallah, si kur kjo gruja qep cekëm, lutë Allahin, Allah me ma hek këtë smuje. Lutë Allahin, Allah me ma hek këtë smuje. Por me të vdekurin, s'ka të vesul. Kanë arë sahabët, kur kanë dash me lutë Allahin me ura shi, vend shkretinore, dini, Medinja. Dhe kanë shku, kanë dalë në mejdan nga xhamis pejgamberit a.s. vendin ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka falë namaz të shiut, që sot quhet edhe një xhami në atë vend ku është falë namazi salatul istisqa për shi, ajo xhami quhet Mesjidul Ghamama. Ghamama ret. Janë mbledh aty edhe kanë thonë, o Zoti ynë. Për para, i kam thonë Muhammedit a.s. me të lutë, të qenë gjallë. E që tash, po të lutemi në përmjet migjes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam Abbasit radiallahu anhu. Mu paskon halal me të vdekëm, me bote vësull, ata këshin me vazhdu me thonë për hyrmet pejgamberit tëndë. Po që kanë thonë? Për para me pejgamberin tënd të kërkojshim, që tash agja e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam bën dua, dhe ti na lëshë shiun hatri i këtyne të gjallëve të afërme të pejgamberit alaihi salatu wassalam. Me të vdekur nuk guxon njëri me bë dua për hatër të filan evlijas, për hatër të filan pejgamberit, për hatër, kjo është e ndalume dhe çon në shirk. Allah na ruajt imanin, ja Rabbi. E dyta, është ndalume, lutje ndalume njëri me kërku vdekjen. Njerëzit, kur ballafaqohen me fatkeqësi të ndryshme, kërkojnë vdekjen. Pse o Zot ma more djalin, merr ma shpirtin mu? Ma mirë mishin tha durt mu, ma mirë mi shthy koma mu, se sa nënës, babës, evladit ati apo këti, bën dua kundër vetës e vetë. Apo e kërkon edhe vdekjen. Në herë i sheh gratë kur përlahen me burrat ose janë të dhënuar me evlat e tyne, bëjnë dua kundër vetes. Edhe thot, o Zot, merr ma shpirtin. Kë ndaluar në Islam njëri me kërku që Allahu m'ia marr shpirtin për shkak problemeve të dunjas. Ky zhgënjem është ndaluar. Që shka bo dua Muhammed a.s. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Muslimi, bënte dua dhe thoshte, Allahumma ahyini ma kanat il hayatu khayran li. O Zot, mjep jetë sa ka hajër në jetën time. Prandaj Imam Ahmedi ka thonë, kur ta përgëzon dikant për evlat, për shembull i ka lind dikuj fëmijë, te na çka thënë qoftë me ymer. U rrit me babë, me nan. Qoftë me ymer, nuk o dua, se ymrin e ka caktuar, pas jetë të gjatë e ka caktuar. Mirë po, ka thonë, thuj qoftë me ymer të hajrit. Sa i ka thonë Allah e ymer, le ta kaloje atë ymer, atë jetë në hajrin, në punë të hajrit, ndaj Zotit vetë dhe familjarëve dhe dashurve të vetë. Andaj kur të bën dua, sikur që ka po Muhamedi alayhis salam. Ka thonë, o Allah, o Zotim, nëse në jetën time ka hajr, ka thonë atëhere, shto ma jetë. Me po ka thonë, nëse në jetën time, o të wafani,
ma kanat al-wafatu khayran li, dhe merr ma shpirtin nëse vdekja ime është hajër për mua. Nëse Allah na ruajt, njëri ka mundësi me ra në shirk, në kufër, i thot Allah, o Zot, merr ma shpirtin në atë moment kur e sheh se unë po du me rshit për rrugës tënde të drejtë, më vdes dhe mos lejo që gjuha ime me fol fjalë që të idhrojnë ty, apo me vepru vepra të cilat nuk përkojnë me madhnin tënde dhe janë kundërshtim me urdhëresat e tua. Prandaj gjithmonë lutë Allahit, o Allah, më jep yme derisa të kom hajër në emrin tim, dhe sa merr ma shpirtin kur vdekja ime është ma hajër për mua. As mos u lut për gat, as mos u lut për shkurt, por lutu që atë jetë që e ke ta kesh kvalitative dhe që të jetë inshallah për hir të Allahut Teala. Po ashtu mos u lut që Zoti më dhon ndoj dëshkim në këtë botë. Kish pas një sahabi në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadithin e transmeton Imam Muslimi, ka ardhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ai dhe ka dëgju subhanallah se ky njeri i smu. Dhe po smu qatë shumë sa që o zvoglu njëri ka me që thëjnë likure e eshna o bo si një zog i vogël. Dhe i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtij personit, Xhibrili kishte njoftu për gjendjen e tij dhe për lutjen e tij, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çka je lut ti o filan? Ngoni çao lut ky. Ky ka thonë, o Zot, çka do që kime më dënu në ahiret, më dënon në dynja, mos ma le për ahiret. Dhe ti ka që Zoti smujen këtë dynja, se njërë pa gjuna e s'ka vlazën. Pre që tu nizet, që tu une që jem, e të ju që jini që të ne, të gjithë ne, kullu bënu Adem, khata, gjithë njerëzit, bita Ademet jenë gabimtar, ka thonë Muhammed a.s. Dhe mi thonë Allahit, o Zot, shpejto ma mu dënimi, qka kime më dhonë në dynja, mos ma jep në dynja, ama në këtë dynja, hela që të banë Allah tëra. Dhe ngoni qka i tha Muhammed a.s. I tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah, i lartësum dhe patmeta jeti o Allah, përdoret në rastet habis, subhanallah. Atene në rastet habis, obe, ty, për një mea, së mësu gua me bo dhik, ne nuk i në mësu me e përmend Allahun azze vëgjel. Dhe sa pejgamberi a.s. në ka mësu, që në rast edhe kur të shprej habi njëri me i thonë, fjalë të cilët madhërin Allah Ta'ala. Se na kemi të meta. Subhanallah do thot i lartësum dhe pat meta je veç ti, o Allah. Tha Rasulullah s.a.s. Subhanallah, po ti s'mund të adorosh këtë. O Allah, ti s'mush me duru nëse Allah e ta jep azabin për veprat e tua në këtë dynja, ti s'mush me duru. Se dënimi Allahit, inna Allah shedidul iqab, dënimi Allahut është i rep, dënën rep të Allahu Ta'ala. Po qka i tha Muhammed a.s. Ti tha është dasht mi thonë Allah, qëre që shpat mësën pejgamberi a.s. që shmu lut, o Zotë ynë, na jep në këtë bot. Qka ka thonë? Qatë që i thëjmë neve në namaz, gjdo herë, atë duat Koranit. Rabbena atina fit dunja hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adhaban nar. O Allah, o Zotë ynë, na jep në këtë botë të mira dhe na jep në ahiret të mira, wa qina adhaban nar, dhe na ruaj për azabet xhenemit. Allah i vllazën më i mëshirshëm për ne se ne për ne veten tonë. Ky për me dash më ruajt për xhenemit, me Allah i po bën marrveshje. Masi veç kime më dënu, në këtë dynja më dëna, e në dynja mos më dëna. Dhe sa Allah i na ka mësuar neve namaz mu lut shumë më mirë, mi thon Allahut, o Zot, edhe në këtë dynja më jep mira, edhe në atë dynja më jep mira, edhe më ruaj prej zjarmit të xhenemit. Kjo duaja që duhet me thonë, kur mos i thuj Allahit, më jep dënim në këtë dynja. Allah jo i mëshirshëm, inna Allah kana bikum rahima, Zoti ju ndaj juve është i mëshirshëm. Pse ti po bën dua kundër vetes? Po ashtu është e ndaluar që me bë dua për të keq. Qa për të keq, për shembull me thonë, o inshallah ja Rabbi vdes djali filanit. Kjo ndaluar. Se ka mundësi Allahi
kur të lutesh për dikon të keq, ka mundësi Allahu Teala me nal fatkeqësinë tek ai. Nëse lutesh apo i gëzohesh të keqes së dikujt që e ka godit, ka mundësi Allahu me ndal atë keqe që e ka godit atë dhe me ta kthy ty në trupin tënd dhe në familjar dhe dashurit e tu. Por dhe është shumë më rëndësi mos me bë dua të keqe për të tjerë, por gjithmonë me u lut për të mirë për tjerët. Për të keq, e të ne inshallah ja Rabbi ja qesin një tatim të madh e shkoqin atë firmashin. E nin punëtori i thot për punëdhënësin, se punëdhënësi po bën zullum, ky mëse që po thot ja Rabbi inshallah vin një ditë ja zon kret letra që i ka janë në rregull. Inshallah Zoti ja smun e vlat, inshallah i del ngru, inshallah ti kjo ndaluar në Islam në këtë formë. Por nemja, nëse është me të drejtë, edhe kjo është shumë më rëndësi, mos kujtoj tash punëdhënë se hoxha ka thënë ndaluar me punëtori zguzon me mnem. Nëse jo bëhet pa drejtë, se unë jam të fol për lutjen e keqe që s'ka bëu kur gjë, po veç haseti për të shtjellë dhe pa e nem, nirin. Inshallah ja Rabbi aty digjet dyqani ose shteperat ja zonë në kufije i shkojnë kështu ashtu. S'ka bëu kur gjë veç haseti për të shtjellë. Çka ndalum. Por nëse të ka bëu zullum, edhe ky po bën dua kundër ti pa nem. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ittaqu da'watal madhlum, rujuni nemës atij që është bë zullumi, e keqja dhe padrejtësia, se mes ti dhe Zotit s'ka pert. Me bë me të nem punëtori që i ki hak, ja ke nal rrogën, ja ke vënu rrogën, e ke shti me punu jashtë orarit dhe marrveshjes që e ke pas dhe ti pa ngarkon ma tepër, për shkak se s'është të funksionue ligji dhe shtet nuk kemi ligjor i cili merr edhe i ruan të drejtat e punëtorëve. Për fat keq në Kosovë për momentin s'ka shtet ligjor që i ruan drejtat e punëtorëve. Padej zullumçartë e punëdhënësve bëjnë zullum. E merr punëtorin për 8 sahat e man 12 orë. Dhe i kërcënohet si me zdan qes kutrum dhe janë rrogat. Ja banon rrogën 2 muaj, 3 muaj, sa doje, ja bën zullumi. Nëse që ky punëtor të nem, ta din se ta ka thy Zoti qafën. Qoftë edhe i vllati, qoftë edhe vllau për vllaun. Sa herë që dikush ju ka bë zullum dhe ai drejtohet Zotit vet, Allahu se kthen bosh duan e tij dhe i hakmerret zullumçarit i cili ja ka bë atij këtë zullum. Po ashtu duaja për shkputje farefisnore nuk e pranon Allahu Azza wa Jall. Dhe është ndaluar. Me lut Allahun Taala, o Zot, mos ma bon ma koma jeme me shkel ndert nënës teme, të babës teme, të vllajt tem, motrës teme, migjes tem, dojës tem. Ma përpara Zot merr ma shpirtin, thej ma koma se me hin koma jeme në atë shtëpi. Po lip me i këput lidhet farefisnore, kjo është ndaluar në Islam. Kësi duaje zguzon asë si njëri me bo dua. Është ndaluar po ashtu me bo dua për me testu fuqinë Allahu Taala. Qysh? Me thonë, emër e Zot, si ti e Zot, hajtë kallzoma njëre që tash, bum, që të kodër qitja u shkijeve për mi. Allah e ndër me testu ky, zotnia. Ja, mu kon ti që e Zot, e merë edhe e bën që të punë, mu kon që e Zot. Mu kon që e Zot, që të plagosmin e vladin temat, smuntin apo dashurin tem, merë e shnosh e qonë kom, si ti e Zot o Zot. Kjo e ndalume. Ti zgudzon me lutë Allahu Taala lutje që e teston fuqinë dhe urtësinë e Zotit tënd. Sikur të na ka edhe kësi magartë ne keni një qofshin nderuam, të cilët thënë, a mund Zoti me bën një gur të madh që sunë ma vet. A keni një kësi magari? A ka kësi trollona. Ja bën vezvese shejtani edhe i thot, Zoti, si do çaj mat, që gjithë se ka kriju, a mund Zoti me bën një gur të madh edhe mas të mos me mund me vaj gurin. E shash, çdo magari vëlla nuk i jepet përgjigje. Edhe se dhimbet me kalu kohën me magar. Në këtë zaman. Po ja që ka edhe kësi të cilët bëjnë pyetje provokative, edhe kur t'ju spjegohet se është e ndaluar me dikush me e provoku fuqinë dhe madhninë Allahu Taala, ata vazhdojnë dhe ju duket shumë qesharake dhe komike me vazhdu me bë kësi fjalë dhe llafe kujton se me fol për Zotin ose me fol për arsimtari. Se te ne kemi marak me fol për arsimtare, profesora,
Tash edhe bën vica edhe për Zotin. Zoti ishka kështu, mase Zotit ja kish lëshu shqiptari, e ja kish bë ky shqiptari më kretve jo lshej, në fund kikirik ka me pa kërkon. Na në vica ka mos veç shqiptarin e kemi mat meçmin, mat fortmin, mat zgjutin, edhe jemi çush jemi. Po ashtu është ndaluar me lënë duan për dëshpërimit. Për shembull me thon lutë Allahin o vëlla, lutë Allahin inshallah ta kalon këtë smuje. S'pelo seç valla, unë myt ato lut s'po më jep kurfa përgjigje. Është ndaluar me lënë duan prej dëshpërimit. Për arsye se tham Allahu njën prej 3 formave ta kompenzon. Nëse s'ta hek ndoshta atë fatkeqësi ta din se është të rujt. Se smuja, për shembull një kokdhimbje e thjesht vllazën ti lan gjunahët, ka thonë Muhamedi alayhis salam. Zjarmia, temperatura, i lan, i djek mkatet e robit sikur që i djek zjarri drunt, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Një smuje, një sprov që dërgohet dhe ti bën sabër, ta din se je duke u pastru prej mkateve të cilat i ke vepruar tek Zoti yt, tek Allahu azza wa jall. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, do të merre përgjigje tha duaja e robit që i bën Zotit të tij me kush qajt mos lutet për gjuna apo për shkputje të lidhjeve farefisnore apo nëse tregohet i padurum. Than ja Rasulullah, si tregohet robi i padurushëm? Thot robi u luta, po nuk mora përgjigje dhe ai zhgënjehet dhe e lën duan. Hadithin e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Ti mos absteno së luturi Zotin tënd. Nëse e shes se s'pët hiqet ajo fatkeqësia apo s'pët hipet, ajo e mirë ta din se Allahu është të ta kompenzu inshallah me deregje, me shkallë të larta në ditë të gjykimit për atë kërkesë të cilën ti e ke bë. Po ashtu Allahu Teala mos e kush zë mi thon Zotit qëre o Zot, si dush fal me gabimet. Si don mos me fal gabimet. Si don ama djalin. Si don mos mirë djal. Ti ç'është dush. Kjo ndalu me dua. Nuk kushzohet Allahu Teala me vullnetin e tij. Por ti kërko dhe ti trego vullnetin se ti çfarë jetu tu kërku. Ke pa njerëz të ne subhanallahu, edhe kur janë zor, kanë nevojë, hala do me rujt mende madhsinë dhe thotë çre. Ko marr me të lyp një 100 euro. Si don më jep, si mos don? S'më. Si thot, a ka mundësi me thonë se kam nevojë, po hala rrim me dëmat. Ç'është do? Ke nuk ka tërbije. E shtash aja dhe me pas me ndëm ja dhon 100 euro, kur t'ja shef facën këti, të bo, e edhe pas për do, hes për jashtë. Ma si po vjen edhe hala frajer, që thënë, këta turqelit, hem kel, hem fudull, hem qel, hem frajer, për do më konë, me ec me kran. S'ka, si ti e qërë, s'ki kran që ka mazë, s'ki që ka kreflo. Hem bërgjdi, hem hala për do minajt frajer. Që qështu është, me Allah t'ala, kur t'je nevojtar, drejtoju si rëb nevojtar, dhe me bindje se është Allahu ai i cili ma kryen mu nevojen. Prandaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, hadith hasan sahih, dhe i ka përmend Sheikh Albani në silsilet e hadithe sahihe me numër ndor 594, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur dikush për juve të bën dua, mos të thote o Allah, më fal nëse don, më shiron nëse do, më furnizo nëse më do, por ti lutet me vendosshmëri, sepse ai bën çfarë doje dhe askush s'mund ta detyroje Allahun Teala. S'mund Allahin me kushte me lut Allahun Teala. Prandaj ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abbasit, ja gulam, o djalosh, djalit migjes vet i cili ishte i vogël, diku 12 vjeçar, i tha: "Idha sa'alta fas'alillah", kur të kërkon lip për Allahut, "wa idha sta'anta fasta'in billah", kur të kërkon strehim dhe ndihmë, kërko prej Allahut. Se Allah nëse ta shkruan një të mirë, thot pejgamberi alayhis salam, s'ka mu çu kret njerëzit me ta hekat mirë, nuk mund me ta ndal, dhe nëse ta ka shkruar me të godit një e keqe, mu çu kret me ta hek atë smujë dhe atë kancer dhe atë vdekje, sun ta nali. Apo vdesin mbretërit, po vdesin. Apo vdesin, a ka vdek faraoni? Ka vdek. A ka vdek zullumqar? Po. A ka vdek pejgamber? Po. S'ka njerëz të pavdekshëm. S'ka krijesë të pavdekshme. Allahu kur vendos diçka me godit gjithë botat, jo botat, gjithë botrat mu qu, me pengu
se sunenalin, caktimin dhe e gjelin e Allahut Taala. Çdo sa ndodh me caktim dhe me vullnetin e Allahut Taala. Po ashtu nis çështje dhe me këtë përfundoj, me rëndësi të madhe, kur mos e nem veten dhe mos i nem fëmijët e tu dhe pasuninë tonë. Për shembull njerëz kur zhgënjehen fëmijët e vet, ai keni pa, subhanallahu, i nem fëmijët. E mëre zot, pushka të vraft. Inshallah të thejnë, e të vrasin, e të presin, e të coptojnë, e sakatofshin, slesent pa i thonë fëmijës së vet. Se e ka ndalu Muhamedi alayhis salam ka thonë mos bëni dua kundër vetes, e as kundër fëmijëve tuaj, e as kundër pasurisë tuaj, sepse duaja mund të përputhet në një kohë kur Allahu i pranon të gjitha duat dhe duaja jote do të pranohet dhe ti do të dëmtohesh. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Munohu edhe kur të bëhet nervoz me thonë Allahu drejtoft o vëllai. Allahu të përmirësoft, Allahu të mosh mend. Allahu të dhash të mira dhe drejtoft ka e mira. Ne po jo me i thonë kur hajër mos paq. Kur dritë mos paq. Kur se në qatë moment, se ka qaste kur dyert e qiellit janë të hapur edhe Allahu i pranon dua. Çka nëse Allahu ta pranon atë dua dhe ta merr parasysh. Sa herë kem një neve neme të prindve ndaj evladve dhe kur i ka godit ajo smuje që është bo, masen e kaj nana se kom ditë që për një me unë veç ashtu prej nervozës e thash. Ja du të murujt shumë, po edhe për vetëm tonë dhe du të murujt shumë, mos me nem vetëm. Unë plaqin sytë, për vetë i thotë, po me bo me të plaq, për një me bo me të plaq sytë. Ama asaj o zotë bona i gare, këthejmë i sytë. Ska ma, qëkajnë sytë. Dhe dhe tha pejgamberi alayhis salam, kur të lypni për Allahut, lypni el firdaus il a'la, lype firdausin e lartësum. Kur të lyp vëlla për Zotit ton, lype shumë. Mos lyp pak, ose më i thon, o Zot, mu me një qyshe që t'jen xhennet, o i fundit me vetë xhennet më shtej. Ja mos thuj kështu. Thuj Allahut, ja Rabb, mjep mu në xhennet firdaus il a'la, ama puno punë për atë punë. Për atë vend do të më bë punë. Ja më nejt Gjumon me arë dhe mi thonë, hoxha ka thonë veç firdeus, na që ati kena me shku, të pejgamber. Jo, ashtu së hanë. Jo, je me namaz, me agjerim, me zeqat, ke kry obligimet dhe Allah Ta'ala, atëhere me plot ftyren dhe gojen, i drejtohë Zotit tonë dhe i kërkon gjennetin firdeus. Allah i na edhasht, ja Rabbi, gjennetin firdeus. Allah i na përmisof gjendjen tonë, ja Rabbi. Allah i përmisof të evlat tonë. Allah i na përmisoft neve, Allah i na boft musliman më të mirë, Allah i shtoft imanin zemrat tona, ja Rabbi. Allahu Ta'ala përmisoft trit dhe treja tona, përmisoft shoqërinë tonë. Allah i shtoft dijen e hajrit trive tonë, vladve tonë. Allahu Ta'ala boft inshallah që muslimanët të kthehen në ditët e tyre të mëdha që i kanë pas të kaluar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.